këto momente na bashkohet Artan Xhepi, ekspert kriminalist, mirë se erdhe. Mirë se gjete. Dhe faleminderit që na u bashkove në këtë është herë e parë që vjen këtu zoti Xhepi, po unë kam pasur gjithmonë kënaqësi të t'ju kisha. Edhe për mua është kënaqësi e madhe. Por kam bërë një zgjedhje të bukur, kanë ftuar ditën kur u zgjedh drejtuesi SPAK. Eveniment është. Nuk zgjedh çdo ditë drejtuesi SPAK. Ja, nuk. Impresioni i parë kur u zgjedh Klodian Brau, cili ishte? Përshtypje pozitive kam dhënë, megjithëse nuk kam pasur rastin që të punoj kështu drejt për drejt, domethënë se jemi. Por si s'ka njëri të flasi keq për atë më. Po. Tash ata një përzgjedhje selektivitete e kanë bërë që kur kanë kaluar prokurorët SPAK-ut. Një filtr e kanë kaluar. Po, pra, e kanë kaluar një filtr. Kështu që i bie të mundshëm kanë qenë të gjithë, domethënë në aspektin e kanë kontroll figure, ju e dini më mirë se unë, kanë përgjim telefonik non-stop, kanë firmosur ca deklarata, janë verifikuar në tërë shkallët nga shërbimet shqiptare dhe nga shërbimet e UE, kështu që një filtr e kanë kaluar. Pastaj kjo ngelet, pastaj kjo pjesa morale, komunikim me publikun, ndoshta nuk krijon në tip që s'krijon përplasje të kota, kështu që kjo është kjo pjesa sjelljes. Gjithsesi, domethënë, për mua eveniment është që zgjidhet dhe për më tepër ju dëgjova që po vijaj që ka premtuar që do vazhdoj rrugën. Kështu që rruga nuk ka pikë të kthyeshme të SPAK-ut. Jo, janë dhe të detyruar në fakt, me së drejtën. I kanë marrë ato të detyruar. Shiko, tani të detyruar, po mos ishte kështu, nuk ishin ata amerikanët aty dhe gjermanët, italianët. Jo, unë të amerikanët jam, me thënë drejtën. Jo, unë thash 3 lajme, nuk e di nëse ndoqë nuk e ardhur rrugë. 1, zgjidhet Klodian Brau, 2, zgjidhet i preferuar i amerikanëve, dhe 3, zgjidhet ai që ka premtuar që SPAK nuk do ketë kthim pas. Jo, për jetë vërtetës, roli i individit është i padiskutueshëm, kështu që me shumë të drejtë e shtrohet pyetjen. Për shembull, patash kështu të jem me konotacion negativ ndaj zotit, ndaj Paraarsit. Paraarsi Nureddin Dumanit me Nureddinin pati një hap cilësor, Altin Dumanit. Se më ngrive gjakun, thash që ishte ky, thash unë po fletet ti si Sali Berisha më burë. Kështu që në këtë kuadër, domethënë. Jo, çfarë do doje ti që në 3 vitet e mandatit të zotit Brau, domethënë të kishim diçka ndryshe. Domethënë, ai ka bërë premtimin që SPAK-u nuk ka kthim pas. Po gjithsesi disa gjëra ne i kemi, se ai nuk është institucioni perfekt që ka Shqipëria, por është institucioni si që një funksionari i BE-s që po jo që Shqipëri SPAK-u nuk ka asgjë. Që sa e bukur. E bukur është kjo, vërtet. Sepse nuk njerëzit kanë filluar kështu në kuptimin figurativ të kërcënojnë të gjose të çojnë SPAK, por praktikisht e kanë fituar këtë. E kanë fituar këtë, për hir vërtetës unë do ta çmoja më shumë tek pjesa politike. Pjesa politike ka patur stek lart shumë. Kështu që kanë qenë personalitete të drejtësisë. 2 president, 2 kryeministër, edhe zoti Berisha, edhe zoti Meta, të 2. Këta janë ish, pavarësisht se janë domethënë demat politikës shqiptare, por 2 zëvendës kryeministra. Ka persona. Kryetari i Bashkisë Tiranës. Ka persona që janë në detyrë, kështu që ministra, deputet, kështu që jo, edhe statusi i ish presidentit, ish kryeministrit tani, nuk është pak, se zoti Berisha është akoma aktiv në politikë, zoti Meta është akoma aktiv në politikë, nuk janë të larguar nga politika. Se po ti ishi shtëpia në pension, do të thonë kjo duhet shumë, po pse një pensionist, për shembull, zoti Berisha, po ti ishe në pension. Çfarë do thoshim ne? Do të thonë SPAK-u arrest do të thonë la në arrest shtëpi një pensionist. Ky do ishte titulli. Meqense përmendet pensionin, bëheni titullin që është titulli thënë, që ndoshta po të kish pranuar pensionin mbase s'do të kishte këtë përplasje. I bindur për këtë? Jo, kështu flitet tash, nuk është se kam informacion. Jo, ti vetë, ti ke një profil të lartë në punët e drejtësisë. Thjesht për hir të vërtetës intuita profesionale. Do të thonë zoti Berisha, do të ishte në pension. Do pensionohesh, mbase nuk do të ndërtosh. SPAK nuk do merresh hetimit, sepse unë mund ta shtoj edhe më tutje se kaq. Me lejen tuaj. Patjetër. Praktikisht është një metodë pak ndryshe, po si e Kosovës. Kush nuk kap krahun, i nështrohet drejtësisë. Shkurt, janë ca nivele që nuk thyen dot. Jo kanë materiale, sepse kush ha buk bën dhe thërime, korruptive, ndoshta diku me dashje, diku pa dashje. Kush ha buk bën thërime, me thënë drejtë nuk vlen për shkak. Nuk të vlen shumë. Në Shqipëri lçon thela. Tani marrim ne kush ha buk bën thërime, pa çfarë tani çfarë. Nëse nuk doja ti përgjithësoja. 50 milionë euro nuk janë thërime tani. Jo doja të rija kështu në. Jo, një ndershëm edhe bën thërime, po shumë mirë the, një ndershëm.
Po një pandesh. Jo, e kisha që në planin që edhe nëse se ke motiv të drejt për drejt, le të themi abuzimin ose vjedhjet, në moment që historia mbaron, sepse dhe rasisht aty nuk e ardhur tani, duhet i themi këto gjëra, asgjë nuk ndodh rasisht. Mund të ishte ju president, mund të isha unë, mund të ishte dikush tjetër, nuk janë njerëz me brirë në kuptimin, po që ndodhen në vend e dur, kanë personat e dur, është kriku i dur që i ngre kështu përpjet, kështu që në këtë kuadër kur ai kriku që të ngre përpjet thotë ti duhet të ulesh, atëherë ti duhet të ulesh. Kemi një video të shkurtër që unë e komentova pak më parë, do doja regjia edhe një herë. Zoti Brau kur ulet, momentin kur ulet në tavolinë, kur ulet në karrige në tavolinën që do lexoj platformën e tij dhe u përgjigj pyetjeve, është një detaj aty që gazetari ti e di, do të shulur aty. Ai ka parë që kishte shishe si ty, po ti e ke gotën. Atij s'kishte gotë dhe ai çfarë zori gotën nga çanta. Tani duaj një koment aty. Shikoj një herë dhe pastaj komentin. Shikoj tani, ul zoti Brau. Akoma s'kan ardhur antarët e klubit, po i ul përpara, se i rregull, korrekt, me orarin, ai i vajt ora ulet atje. E bëri telefonin salët, nxori nga çanta, nxjerr nga çanta. Nxjerr nga çanta i got. Shikon? Pse? Sepse e majno prokurorit, drejtuesi s'pak marri bidonin, kështu ta kthej kështu si rakiet. Si vlesoni këtë? Vlerësoj kujdesi nivelit lartë për performancën. Bravo i qoftë. Edhe për të vërtetës, nëse do të ashtri vlerësimin, është një vetë kontroll i lartë, sepse aty vetë kontroll. Atje ngarkesat janë shumë të larta. Nëse s'ka qenë i paracaktuar, sepse si mund të ketë një prokuror ngarkesë? Ai kur të thret prokurori dridhet. Jo, në prokurori dhe dëshmitar të shkosh është problem. Po patjetër. Çfarë? Ora ka mbuluar prokurorin. Por ai është para një provimi dhe Napoleoni thoshte që më mirë 3 betejë se sa një provim. Kështu që në këtë kuadër. Jo, Napoleoni thoshte kështu, edhe generalin kur ulet në bankën e shkollës bëhet fëmijë. Po. Kështu që në këtë kuadër edhe generali kur ulet në bankën e para shkollës një bëhet provimi fëmijë. të madh. Gjithsesi unë gjykoj që ndërkombëtarët që e bëjnë këtë lloj monitorimi të nivelit lart për të vërtetës, duke mos përjashtuar rolin e individit siç e tham përpara. Po? Janë diskutuar dhe janë sheshuar gjërat. Kjo ishte një kështu. Tani ta bëdhon me gotë si jo me gotë. Në shembullin e zotërisë. Jo, po ti se morë me vete ta kishim lënë këtu. Po se ajo është ke element të sigurisë, që kërkon siguri të lartë ndoshta. Tani jo, ai se bëri për siguri kam. E bëri se s'kishte gotë atë. Më do tani drejtuar dhe kthende bidonin kështu tani. Nuk shkon. Tani kam një pyetje të tillë për klasën politike shqiptare. Pa në dallim, majtas djathas. Shtet opozit. Është lajm i mirë apo lajm i keq zgjedhja e Klodian Braus? Nuk di ta them, do ta shikojmë në të ardhmen, po që fakti që monitorohet për mua është brenda atyre shinave, thash, duke mos i përjashtuar vlerat personale të parashit. Për të vërtetës pati një ngritje steke. Unë një cen i njoh, nëse mund ta them, ishte në momentin e zgjedhjeve pati një apati pak, ose e thënë ndryshe, unë në zgjedhje kur në mandat e parë thotë? Jo, në momentin e zgjedhjeve politike. Unë në zgjedhje që t'jem. Do në 11 maj ke fjalë. Zgjedhje parlamentar 11 maj, jo, jemi të qartë për atë. Unë në zgjedhje, sepse faktikisht Spaku e krijoi panikun në bursë, që t'jemi ndershëm, sa Rama u detyrohet në lidhje patronazhise të vëzhgonë e jep të kuraja, domethënë atë deklaratë që dha, bursa u trondit, nëse mund të flasim shumë figurativisht. Pra, krijoi idenë që kush ndërhyn do të ndëshkohet dhe shumë mirë te kjo pjesë. Dhe për të vërtetës prisja një 2-3 arrestime. Një 2-3 arrestime modele pak përpara që të rritë një lloj frenimi, sepse po ta shtrim më tej bisedën. Unë jam i mendimit që fitoria ishte, po ka shtesa, kështu që nuk është se do ndronte rezultat, po që tjetë ajo realja. Sepse kam përshtypjen që po vazhdojnë ky reagimi tani më passhëm, na kthen ndoshta ke 96, jo me historitë ngjashme, kur që fitoria e super pushtetshme. Tani këtë e ke thënë një vend tjetër këtë? Jo. Sepse të njëjtin krahasim kam bërë vetë këtu, në këtë studio. Jo. Është tamam super majoranca të fikin. Po pra, super majoranca, super pushtet. Prodhen probleme. Para si ti thanë që përsërit ca zona nuk i përsërit edhe ndodhen ato. 40 zona që ndodhen. Madje Pjetra Abnori ndjer tha, ishte shumë dakord dhe tha duhet i përsërisim këtë. Se Gjoj Berisha. Jo, unë si kam të informacione, po që Pjetra Abnori ka sepse kanë folur vetëm atë në atë kohë. Tani
flasim për pritshmëritë. Domethënë çfarë, Dumanin e kemi analizuar shumë herë. E kemi bërë, domethënë në këto 3 vite e kemi analizuar. Tani, çfarë duhet bëj Klodian Brau që ta vazhdoj atje ku la Dumani, të mos ketë kthim pas, po më të rrisi disa parametra. Kjo ja bën shumë vështirë betejën. Ja bën vështirë. Dumanin me ulje ngritjet që ka komente majtas tjata shumë. Klasifikoj një lloj kampioni, kështu që do konkurroj një kampion për i vërtetës tash. Duhet i themi këto gjëra. Unë thash zërat e mia, kam pasasin të jem gjyq, ndoshta një ashpërsi kështu ose një pushtet ndoshta pak mbi normale të prokurorëve të Spakut. Individualisht kjo, thjesht në komunikim, po ndoshta i vjen dhe nga statusi që kanë pa asnjë lloj të keqe, jo në shtërmbërim të akuzës. Po që do konkurroj me një paraardhës që le themi ka lënë rekord Rifat Deliu dhe ka ngeli pa thyer për vite. Kështu që nëse mani mend atë rekordmenin atletikës. Jo, okay, atë në Shqipëri, po mua më kujtua Sergej Bubka. Kështu që e bukur. Në kërcim me Shkop. Më vizionar, po unë u ktheva ke Shqipëria çfarë. Po Sergej, ai ishte i bëre kaloi stegën se për koincidencë ka qenë disa vite më parë Sergej Bubka në Tiranë edhe ka qenë te Universiteti i Sporteve dhe më tregonin ata profesorët atje që nuk na besojnë që ai njeriu që theu çdo rekord. Janë rusët, lindje, po janë prodhuar. Ai ishte Ukrainës. Nëse, kuadrin e Bashkimit Sovjetik. Dhe Klodian Brau duke thënë që është